A mendoni që monopatinat janë rrezik për qytetin? Shumë rrezik. Nuk ka më rrezik, se po e marrin që nga moshat 2 vjeç, 3 e deri 50 vjeç me këto patina. Po mirë, a ka korsi këtu në Tiranë për të ecur monopatinat? Këtu nuk ka asgjë shpirt, ka vetëm plehra. Vënd që jetojmë neve, masa duhet t'i marrim vetë. Prindrit për fëmijët dhe të rriturit për veten. Duke kuptuar shumë mirë që jetojnë këtu, nuk ka shtet zemra dhe ne mos presim asnjë nga ai. Për ata lehtojnë punën e tyre, për në shkollë, për në punë më shpejt, sepse autobusat janë katastrofë tek neve. Do futesh në autobus, do tretesh nga vapa njerë dhe jemi njëri mbi tjetrin atje. Nuk ka frymarrje. Këtu nuk ka as i gjotë mirë, edhe ne që kena qenë të mirë jena të u bo shumë të këqi nga situata, nga ambientet. Ne po na ikin fëmijët, po na ikin jashtetit. Sepse tu nuk ke siguri as në arsim, as në shëndet, as në as kur ecën. Nuk ka drejtësi këtu shpirti. Në një vend ku nuk ka shtet, mos prit.